Të dashurit e mi Arbri dhe Drini, sot është një ditë e trishtueshme për mua. Sot bëhen 5 vjet që babai juaj dhe vllai im nuk është më. Me thënë vërtetën, unë e mendoj çdo ditë, por ditë si kjo, mendja ngado që të shkon vetëm atje. Unë shpresoj që ju ta dini se çfarë njeriu të mrekullueshëm keni pas për baba. Ka qenë për nonën edhe dudën një djalë i mrekullueshëm. Për nonën tuaj një bashkëshort ideal. Falti, unë kam kaluar një fëmijëri të këndshme, me lojra, me zënka, me shumë kujtime, që nuk mund t'i harroj. Dhe jam e sigurt që edhe për ju do t'ishte një baba i jashtëzakonshëm, ashtu siç që, por për pak kohë. Nuk patët mundësinë ta shijonit më shumë. Megjithatë, dua t'ju them që sa herë që ta shikoni veten tuaj në pasqyrë, t'jeni të sigurt që po shihni edhe atë. Bile sa më shumë kalon koha, aq më shumë i ngjani. Më shumë i ngjan Drini, me thënë vërtetën, po edhe Arbri ka marrë goxha nga ai. Dhe sa më shumë do kaloj koha, aq më shumë do ta vëreni ngjashmërinë. Dhe shpresoj që mos i ngjani vetëm në fytyrë, por t'i ngjani edhe në tip, në natyrë. Ashtu siç ishte ai gazmor, i qeshur, i shkathët, me atë vrullin për të bërë 100 gjëra në moment. Domethënë shpresoj që edhe ju t'i ngjani sa më shumë atij. Nuk di çfarë të them, domethënë, sepse sa më shumë flas, aq më shumë më vijnë shumë kujtime për atë. Por duhet ta dini që në një farë mënyrë, dhe unë shpresoj që ai t'ju shohë nga lart edhe t'ju mbrojë. Duhet ta dini që nga zemra, nga mendja dhe nga shpirti nuk ju ha merr kush. Dhe sa herë që ta shikoni në ëndër, duhet ta dini që në një farë mënyre ai po komunikon me ju. Jeni për ne dhurata më e çmuar që ai na ka bërë, ju të dy, Arbri dhe Drini, një patan. Dhe dijeni që në çdo moment, edhe pse jemi larg, mendojmë për ju, lutemi për ju, dhe sa herë që vini dhe na takoni, nuk ka gëzim më të madh për ne. Shpresoj që t'jeni mirë dhe të rriteni me dashurinë për të në zemër. Ju dua shumë, ju përqafoj me gjithë dashurinë që kam.